Selamu alaikum të dashur miq. Mirë se takohemi sërish me emisionin Rruga e Ndriçuar me hoxhën tonë dhe tuajin profesor doktor Shefqet Krasniqi. Pra me emisionin Rruga e Ndriçuar jemi çdo të njëjtë të filluar nga ora 21. Emisionin Rruga e Ndriçuar përveç pranë ekranit të televizionit mund ta ndjesni edhe në kanalet personale të hoxhës Shefqet Krasniqi, pra në YouTube dhe në Facebook. Hoxhë ndëruam, selamu alaikum dhe mirë se erdhët. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Të dashur miq, pra ju mund të jeni pjesë e emisionit Rruga e Ndriçuar duke na kontaktuar në numrat kontaktues 046 22 0022. Mos hezitoni, na shkruani në Viber për pyetjet apo për këshillat që gjithë kemi nevojë të marrim nga hoxha e nderuar profesor doktor Shefqet Krasniqi. Hoxha e nderuar, para se të pranojmë telefonatën e parë, lexojmë sa pyetjet që na kanë arritur në redaksi. Një pyetje pak tekstualisht e gjatë, po më lejosh ta lexoj. Thotë vllavi jam është diagnostikuar me tumor në tru. Tash është mirë, elhamdulillah, mirë po sa shkon i smut, një prej familjarëve thotë na ka dhënë një ujë dhe ka thonë është i kënum. Edhe prej që është hiaj ujë në shtëpi, kanë fillu problemet e mëdha në shtëpi, thotë unë kam marr atë ujë dhe kam nderdh. Pastaj fillun me unal problemet, masi ka derdh ujin. Tash thot e disa net, po isha disa plaka në anër, duke më thonë dil jashta. Një natë, më ka dalë gjumi, isha kanë të dalë prej dritares. Ky nuk ban pyetje veç e leme ka që do kërkon një këshill prej juve. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falënderojmë Allahun e madhruar, salavat dhe selam i dërgojmë pejgamberit të bekuar, shokët e tij të nderuar, të gjithë atyre burrave dhe grave të cilët rrugën atij burrit të madh kanë ndjekur dhe kanë pasuar derisa të kësaj dite dhe ata të cilët vijnë pas nesh deri në kiamet. Pastaj njerëzit për nga natyra e tyre, instinktivisht, për nga natyra e tyre janë të ndihshëm dhe si rrjedhoj kur i godet diçka në jetën e përditshme e papritur dhe qëllon, kondicion me dikend me diçka tjetër që mund dyshon, me në relen fajnë. Fjala vije, ndodhë diçka në shpekut dione, smuhet një fëmijë vogël, por pak më herët ke menajt një gruhe kësherive, një gruhe migjes, ke menajt dhe e këqyri djalin ose e përqafa i djalin, ta djalin masa në jorë zëve, që kyti vetën, ka dione, ja në i boni diçka. E lidhin njerëzit. Ose në dha ujë me pi, ka thonë ujë të fryn, ujë të knun, tash më na shkojmë punë prap. E lavt është kjo mesele kështu. Kjo është e lavt. A në pse ne nuk e mohojmë, Zotë më savash me mohojmë ndikimin e magjive të tjerë, por që ta ujë kështë të kalon të e ke njoftë. Përshalë nëse me apë moti dhe ujë, e thumër është a ujë, se është frynë, por në dishtim ujtë në dytë nuk o map, ujtë helmun nuk o map. Nuk o map të ujë mu më mësmu. Ujtë gjenazët të së vjenë mu me pi, ose jo marja, po të ti e jemi. A nëse vë një njëria banë gjithë se një, nuk e marrë mujtë e tina. Kështu që problemet ndodhen në kader. Dhe ne e gjyna fajnë dikujnë e nga rati pa gjëna heq, pa faj. Po pët atë pra, pët ne. Thuj për i zetë Zotit. Qëta ka dhonë shpirtin e madhës. Ki mund bëbet diqka, ama dhe pa be nuk të besej. Qa ka ndodhë? Qa ta ujë që në tha është frynë. Trëga drejt është edhe me be. Ku e mërë është ta ujë? Kush i ka fry që ati ujë? Vete pra. Vete heqe marokin. Andaj nuk dohet një të mirë me kësë gjana shumë, këtu ndodhë që njerëzit shohin, andra shohin, pas të mos të harrojmë se drejt që mallkuar është prezent për çdo natë, për çdo ditë, dhe është 24 orë me insanin. Dhe ai bën çmos me shtyje dikend, më prish me dikend. Me na prish familjarisht. Sepse çdo send që ka feja ta obligon o apo të nxit me kry, me majt, me rujt, me vepru,
shejtani mënohet të kundërtën. Mënohet të kundërtën. Pra, a na urdhëron neve feja, fort na urdhëron feja, jo pak, po fort shumë. Me rujt lidhjen fare fesnore. A mundohet drejt që mas shumë të më ndikuq aty. A thuj ndryshe. A ma shumë prishen njerëzit në familje, a në shokë kolegën punë shoqëri. Kolegën punë punojnë 40 vjetë në një zyre. 40 vjetë, 25 vjetë, 20 vjetë punojnë, kur 2 fjallë të këqia nuk i bëjnë me zveti. Apo 2 motra, 2 kolegën punë punojnë 40 vjetë, kur s'hahen. Po që i konata të dyja bëni të shë? Po bëni të dyja të konata, hajtë kështë që bëhet. Pse? Për mi prishë vllaznim e zveti. Atë njëjtat personet, njëjtat janë. Shejtani është i përkushtuar e i mallkuar me i prish lidhjet farefisnore, me ndiku aty ku Zoti na ka urdhëruar me majt. Si puna moralit e mbulesës e namazit e kështu me radhë. Andaj në kësa rast e thoi, audhu billahi minash shaitanir rajim, kur del gjumi pe ase anëre, thoi, audhu billahi minash shaitanir rajim, e shka në hadith e sallallahu alaihi wasallam, nëse je fije dhe del gjumi, kthesh krahin e kondërt, 3 herë pështyn nanën e majt, nëse është më mirë më qove, më marrë dhe së falë 2 recate, mësë me të rëgu anërën e keqë askujt, ka që mjaftë. Me hadith është, nuk të bënd dëma ja anërë e keqë. Anërët e mira, ja të rëgan, jo gjithkuj atyne që i dënë, e që i besan. Anërët e keqia, askujt. Po. Kemi një telefonat në linje. Selamu alaikum. Alo, selamu alaikum. Selam aleikum. Aleikum selam, rahmatullah. Ju përshëndes juve dhe hoxhën e nderuam shumë. Faleminderit, na të Edhe përshëndesim. i kam një 2 pyetje për hoxhën. Po, nani? Unë e kam qikën, i ka 9 vjetë dhe e ka emrin Alejna. Alejna? Po, edhe e kom një hoxhën që ka thonë shumë gjëna. Cëllën hoqë? Juve i nderuam. Tamam, po? Po. Edhe veç dishta me vetë tash hoxhën, mi thonë, a është gjëna tash me shku në komunë edhe mja ndru dyqysh, mja përafërcu dyqysh, po mja hijek qështu Alejna, mos mja lonë. Po ndoket që të përgjigje keni marrë më herët për hoxha. Jo në sefte e thira, veç se e thira, në hera e parë. Nëse s'gaboj kemi dikun një emision që kemi folë për që temën. E nashta, unë e kum një hoxhën që ka bu dikush një pyetje, po a mos ku mojt me dit, a ko lidhe me shku në komunë mja ndru, pa ka shumë, jo, nuk ku mojt me dit. Shkojmë një pyetje në dytë, motër? E para. E dyta është 42 vjetë i kam hoxh edhe fol na prej 9 vjetëve. Edhe e kum vënu edhe mbulesën, elhamdulillah, po një sen për namaz dhe qysh nuk e kam të kjartë kërë. Kur të folëm rekotet hoxh, a dohet gjdo herë sa herë të bojmë Allahu Akbar me i që durët nalt, apo jo? Qartë. Tek bile. Tek bile. Qështu deshta me ditë? Allahu në gjennet qoftë. Falenderit edhe juve gjithashtu. Selamu alaikum. Allahu të trujtë. Cilën pyetje për mas pari? Pasha Zotë, mas pari për gjelezej për së miri, që ja ka njësë më falë për moshës 9 vjeqare, nëse unë i pari në 72 mas mirë, nuk ja kem njësë për moshës 9 vjeqare. E bëshe që fa në fakë e kje bia, mja njësë për moshës 9 vjeqare më falë, një me të madhë i Allahut. Dhe shpesh e kujtoj, s'po du me do për teme, por po du me bo ma të rëndësishme këtë çështje, se neve në ka ikur. Shpesh e kujtoj, kur më thët dikush se ka fillu më falë që i vogël, o rritë familje fetare, më një herë, më shkan mendja, tek hadithi Ebu Hurajres në Buhari dhe në Muslim, 7 persona Allahu ka për t'i futur në hijen e arshët e vetë, ditën e kiametit, atë ditë kur nuk ka hije për pasijes e ti. Ndërto vë shabun nash'a fi ibadetillah.
dhe një i ri apo e re e cila është rritur të adhuru Allah. La ilaha illallah. Fëmija tjerë rritën atje me gjithë shka, e shumë hermesenet prapta, por jo me adhurim në Zotit. Ndërsa sot, elhamdulillah pe Zotit, shumë familje, fëmijët e vetë, i rrisin në rrugë të Zotit. Për ty një edhe kje motra. Kje pom që ditë, apo pom që ditë për së miri që nuk është e ri, se ta shtatë mas lufte e s'fali Zotit ka plët që jenë rritë, në adhurim të Zotit, pej 3-4 vjetë, 5-6 ka nisë më falë, ve lezu Koran, 7 vjetë, por kjo 40 vjetë, motra, do me thonë, ja ka nisë më falë para luftës, ku si jenë falë njerëzit. Po pra, këto që të përgëzojnë e motra, elhamdulillah, pe Allahut, që ke linë familje fetare, e je fetare, ke që të mbëlesën, elhamdulillah. E për punën që themi mos pa me marrësh punën e tekbireve, ti falu t'ju shem mësu që ashtoj që ndur tekbirin fillestar, edhe mirë je shumë me emër të Zotit të mësi luj, deri të shesh gjenetin me sy, me emër të Allahut. Sa e përket pyetjes së parë, emrit Alejna, unë nuk kam thonë që gjëna i madhë, ke i madhën se kam thonë. Për ata thash ku e ke niti. Se jo, me thonë gjëna e madhë është me piraki, gjëna e madhë me huan bishderit, gjëna e madhë është me vra, gjëna e madhë është me bozina, gjëna e madhë është me mashtru dikend, gjëna të më dha. Gjëna e madhë më se folë vlat, më se folë motres, gjëna e madhë. Më dhajmë të gjënahe. E tjerë, me pi droge, dresht laru, me faqet zeza, sa të dush ka gjënahe. Më dha. Dërsa kjo emë nuk ka gjëna e madhë. Po emni në kuptim nuk është i mirë. Sepse nuk ngërthen senet mira pozitive. Në gjuhën arabe, emrat qyrin për nga rënja tyre, tash me hinin detaje në rënjën e tyre, emrat dëgzohen, ku fjallet, ku kuptimi e fjallëve dëgzohen, sepse gjuhë arabe në një fjallë ka shumë sinonime për një kuptim. Tash me thot dikuj që për devën, për shambull, i kije jo me 10, ki me 100 emra, sinonime, po ashtu për leanin. Nuk ka arab në dynja që mund t'i men sa sinonime ka leani. Apo, këto është do me hin fjallor, me që lisanul arab, rrëp një 20 faqe, me lezu veç për leanin sa sinonime t'i ka. Gjuhë arabe kjo është. Për deve edhe herë ma shumë. Kështu që, po në kuptim, të emnit kështu, kuptim që t'inglenë në veshme kër e ndëgjën. Kër e ndëgjën dikush që mërosh arabishtën, se unë që mërosh arabishtën, e marra po dikush do një arab kështu që ka lind, me thonë Alejna, që ka ke lind, që valut është këndër teje, ke bje këndër. Andaj nuk është i mirë. Emni afer sa, ta shë bën me shkum janë rru, po ja bën, po emnat dohet mi në rru kërë që në të mirë. Shqyqyrë Zotit ka mundësi në të ofiqarja në komunat që quhet e zyra atje, ka mundësi në zyrën për qëtu punë zyra në komune, po ka mundësi me nëru shumë letë. është një procedurë e vogël, kërkeset dy prindërve, apo njanit do letra ku ta dy në rënë, shqyqyrë Zotit. Ja dhe 19 një post. Pejgamberi alayhis salam ja kanë rruë sahabë emnat edhe 60 vjeç, edhe 60 vjet, e 40 vjet, e 70 vjet. Pa dallim moshe. Me shkon si ke emnin kështu, jetë si ke emnin kja ashtu pe ki kështu. Sepse nuk bëmë të ngullu emni keq. Emni njerëz mendojnë që nuk ka shumë pesh. Mirë. Nuk ka shumë pesh. Po nuk është të pa pesh. Duke filluar në një, pejgamberi ka urdhëru alayhis salam, ka thonë emërtoni apo emrani fëmijët e juaj me emra të mirë, që me emra të mirë, sepse ata thirrën ditën e Kiametit me ata emra që ju emërtoni. Po është 20 cili ka, cili musliman pranon, më thirr ditë Kiametit në emën të një Stojane, të një Aleksandria. Pa keq kuptime. Po flasëm për emra muslimanë. Cili musliman ditë Kiametit pranon.
cili musliman. Dhe mos të harrojmë se ditë kiametit jone shqiptar, jone dhëtar, jone patriot, o, bin këto për toke. O, vallahi, si ta shesh me laçin e vdekjes. Edhe halepe pa me laçin e vdekjes. Si të rogë sikleti, me dhanë shpirë, traft men, ty e mu. E kujtë këtë dynja. Qka je, a kush je kanë, as emnët me dvetë, mërzit vjen dikush. Mërzit vjen. Sepse ki siklet tjetër. O, ju njerës. Na jena musliman. Dohet me fillu me emër musliman. Mos po bëti mu patria të ngjit emrat e grekve, italianve, të tjerve. Ata li të bojnë për vetë zotni. I kanë emrat të vetë, unë i kam të mitë, të fejës tem. E dyta, emri mirë njëllë senet ngërthën senet mira. Emri i keq, që s'po di më shpërën gjuhën Shqipë, arabisht i bje shumë, ty bendish që thënë Shqip, është, ka nërë për lezet dhe shpërë për harë shpërdojnë për këto, shpërdojnë të më fjallor, ngërthën senet jo të mira. Për shambull me thonë, në kuptim që ka dush i mërzitun, që i bëm djallë që i mërzitun, pa i kuptim i mërzitun, të për këqire në ka i mërzitun aja? Që pra të kundër të ngëzim, nashtë të dënë Allahu është i gëzushëm. Gjithë e emrin Jasir, nashtë dënë Allahu, Jasir është letësim, mi letësohen punët. Gjithë e Luan, nësër të kishe me ka djalli trim. Thunë djalli ka me gjithë Luan emrin. Pse? Du me ka në Luan. Nësë të armikut me ka në Luan aji. Ujk me ka. Po e ujk nuk ka kuptim të mirë, se ujk nuk e dënë veshë. Ose trim, ose ku ta diu në emrin. Ose agim po më qëve para sabahit. Kështu që pa deshte zgjatëm edhe kështu, vajzës tanë janë rënë emrin, nësi po vetë, po për mos më janë rru krejtë, si nga të që një Alija. Alije. Alije është për dishka me ka në ngritne. Alije. Ali mashkull, Alije femen. Shumë pak, veç ja hek Alij na. Ja heka të funit, edhe i bjen lehtan edhe me shqiptu emni, edhe emni bukura. Ali është emni bukur, shumë i bukur. Allahu të rujtë e motër ty, e të rujtë atë evlad e familjen. Po. Allah ndëras, kemi telefonatën e radhës në linje. Selamu alaikum. Aleikum selam, selam edhe për juve, ju përshëndes në studio, hoxhën edhe juve. Dhe ishte një pyetje më avo hoxhës për namazin e natës. Unë jetoj në Francë, edhe këtu sabahu thirr në ora 7:15. Edhe unë zakonisht shohem në ora 6, edhe fali namaz natë, 4 rekat, 5, 6 varet, pastaj baj dhikër, deri kur vjen koha e sabahit. Fali sabahin, pas sabahit, mas ta fali sabahin, e kënoj 3 herë ajetin kursi, kul eudhu birabbil felek, kul eudhu birabbin nas, edhe kul huvallahu, 4 herë. Pastaj vazhdoj me bë dhikër deri sa të lind dielli. Ndeshta me pyet hoxhën, a është në rregull çështo, a do të më çu më herët? Se ndoshta tham 1 orë, mos është shumë afër sabahut. Vitrin kur e fal? E la kur të fal mas nafile namazit, e përmbylli me vitrin. Se nuk e ceke. Tamam. Po më fal. Shumë pak për bjën para sabahit. Skader. Po, para sabahit, po a është, do me thënë rregull që për më intereson koha. Motër të që marrim përgjigje në A bën veç edhe një pyetje shumë shpurt. Po, motër, no. Edhe unë rrjedh për një familje që prej moshës shumë herët, do me thënë jam fal, edhe kam pa babin, babgjyshin, gjyshin, krejt, kur kanë marrë abdes, do me thënë ato gjithë, edhe kanë shumë ujë edhe mbrapa qafe. A më tash me këto rrjete sociale, e kam një hoqë që ka thënë nuk është farz, e që tash s'po di qësh me vepru, a me ndërprej që ata, a me vazhdu me bu. Allah ju shpërbleft. A jam e qartë? Allah ju shpërbleft edhe juve, faleminderit. Amen, faleminderit, Allah i trujtë e motër. Se për këtë pyetje së parë, tash apo fal në herët, se veprim e ki mirë, në rregull krejt, se veprim është mirë, por për punë të kohës a është herët avon,
kjo varet imsaku kur hyn të kjo në Francë. Imsaki është pika ndarëse, agimi vërtet, mes natës dhe mes ditës. Me thëmë imsak sepse në për takvime shkruan kështu imsak. Imsak I bie ai që dënë me agjeru e nalef, që të tap e franan me vetën. Se po hina në agjerim, po hina në ditë, po fillet dita. Imsak është agimi vërtet, janë dy agimi, rreshme dhe vërteti, ku pe atyhit në momentin që fillon një ndryqim në qiell, në veç hynëm në sabah dhe filloj dita, nata shkoj. Ma heret është natë, ma vonë është ditë. Kjo është ndarëse. Ta shfat mirësisht, falë Zotit, jenë të qenune për takvime këtu. Gjda shtetë në për takvime. Mandje me internet më në lypë, mi gjithën internet. Kur fillon agimi, apo kur është imsaki në Francë, në Lyon, në Paris, ku ta di në përvende qytetet ndryshme se Francë është e madhe, edhe e din. Mëse leti në minuta me imsak, po një 15 minuta, ma heret, ndërpreje ma heret, e nëse banojsh ka në rësprish pun dhe ingat, po mundësish ma heret e ma mirë. Për shambull teknik këtu në Kosovë, tani, dikon, nëse si jem gabim, ka 5-15 dikon, apo është imsaku. Pra, se është më duke 5-15 ose 20 nuk e di, më nëshme këqyrë të telefon tanë që ato e ki për para. Tash, nëse që është në 5 ora falë vetrën, është mirë. Apo, me tahme në thash, për pas në qëllu. Pra, nëse që është falë vetrën në ora 5, është mirë. Përse le vetrën 5-13 minuta. Të 5-13 falë vetrën nëse s'ka dollë gjumi i që si vënë si shpejt. Po për më falë ma qetë, ma lezet shumë, ma ka dale, me meditue, me shiju namazin, që kanë gjysë 5. E me rabdest, e këbën dhikër pak, e pastaj njëse fali 2 rëqatet leta, 2 rëqatet shkurta, pastaj tjerat ma gjatë, 4, 6, 8, sa të dush, e fali vetrin, edhe ulesh e bën dhikër, sikur se motra, dhe i risa, hinë imsaki dhe kalon ja 20 minuta mas imsakit, 15-20, që është e falë sabahon, e ta njëse punë veçpis, ose bën dhikër hala masane ma sabahot, e kështu më radhë. Po pyetja dytë, edhe mes qafës sot. Po, pyetja dytë, kja po shkruna për libra motër, plesh kër e kanë bo, atë kër e kanë mësu me dha mes qafës, ka qenë për para ashtu, është e kanë ledzu dhe ashtu edhe shkrunë. Por, aji kja tha, tash për ndëgjej që nuk është farz. Farz nuk ka konë kur ajo. Po, farz nuk ka konë kur, po e ka nëmru prej gjërave të preferuara, për me ndubadve, të preferuar në namaz. Në fakt, hadith nuk ka për këtë, nuk ka ndo një transmitim, nuk kam lezuar asë njëherë, që ka ndo një transmitim që është sekur, dhënja mes e qafes. Tamam? Me gjithate, ulemat e kanë cekur në për librat e fikhut, e kanë cekur, qoftë hanefive, qoftë shafive dhe të tjerë, edhe i kanë dhanë më shumë se sa një mendim. Dësa kanë thonë se është bidat, sepse nuk ka në hadith. Dësa kanë thonë është mubah, e lejuar, s'po them që se në është e lejuar, dësa kanë thonë është e mirë, unë për veti nuk im shej qafes. Vesh nëse është vape madhe, zheg, dhe du me flladitet qafen pak natyrisht, më fresku, po, me flladitet qafen. Për ndryshe, për shkak që është pjesë abdesit, nuk im shej, nuk i jepi. Kemi një telefonat në linje, selamu alaikum. Selamu alaikum. Aleikum selam, rahmetullah. Jam një motër jetoj në Gërbet, edhe u kyqa pak si vonë, po nuk e di se që shenë temat veç da është një 2-3 pytje mja bo hoxhës. 2-3 pytje, hajde 2 një herë. One jam e martume që 17 vjetë. Burën e kom nëzanë shumë biseda me tradhti. Vojza e madhe i ka 14 vjetë, ja ka po mesazhat burrit se ka shkru se me tjetër kam po pagun me pare, edhe kështë që mund taj më qatë mesazh ma ka dërku për i babit vetë, që e ka zonë telefon. Edhe kështë që unë i kam 3 fmi, kam 2 vojza dhe 1 djallë, edhe kështë bëj namaz natë, është shumë lutë na me uzu zote, se
jam shumë dilemë, shumë, ky nuk pi pranan, edhe pse me sytë mi bashk me to nuk e kom pa, mesazha e kom pa jashtëzakonisht shumë, jo pak po me shumë, edhe kështu që jam shumë një dilemë, edhe nuk e di se qysh, kënej po më vjen një tërë se për shembull me nda, po kënej po më vjen një tërë se po më dhime në fëmija me lanë jetim me babe me nanë gjallë. Që ke e para. E dyta nuk e di se qysh po du. Qysh po do me ndodhë që kjo jem siklet. Kë nuk pe i prana na pe shohëm mesazhat edhe shumë i njëran. Une kur ti tham nuk bën që shto në prezencë të fëmijëve ma bën ti bën bla 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 bla. E nuk e di. Nuk e di, mo na ka njerë me qëtësi, hajde ti falim bashk namazet, hajde për shembull, kthehemi ka rruga e Zot. A falet burri? Se nuk na qet, jo. Hajde kthehemi ka rruga e Zot, se nuk na qet, që ki rruge sa ka që nuk qet dritë me fëmijë edhe me mua qështë, une nuk më je përballaj. Une vi nga një familje muslimane, kam nanën e mbulume, krejt për shembull, mundohet thët se është, po nuk i praktikan. E nuk e di, kënej jam qysh thëjnë me fëmijë, se nuk po di se qysh mi a ba, as nuk jem si muj me nejt, as nuk jem si po muj me përballu qëtë gja. Allah i rëtoft, marim këshilë prej hoxhe, edhe pse thaj se vetë nuk e ka po. Faleminderit. Allahu na drejtoft të gjithë. Amin ja Rabbel. E na udhëzoft. E na ruajt prej lajthitjeve, prej rëshqitjeve, devijimit, prej çdo sene që as është e mirë, as për din, as për dynja. Ata, Allahu ta drejtoft atë burr mas pare, mjetu të Zotit e me fal namaz. Me fal namaz, o i motër, robe që fal namaz e ka friga Allahun, ti kofshin fal. Çështja e dytë, qika nuk ka bë mirë. Nuk bën qika mirë me përcjell mesazhet e babës, nanës apo të nanës me të babës, sepse kjo është me i nxit të dytë për më nda mes veti. E qa fetën qika? As nuk fetën qika, as nuk fetën djali. Në përmjet mesazhave më hangëre me kuta diune, nuk gjedhën problem, vetëm sa ngull njëri kam halap. Ja, qësh me thonë, boakia, i teket edhe ma shumë për skeqi. Teket edhe ma shumë. Të vetë tha, aj se ka pranu, më sy s'ke pa kur gjo. Po falesh, po lutesh, Zoti shallë ta drejtën të adhëzën, po metë mëse që më nda. Mëse shkatërë jetën veti. Jesë më i rri me zërë, anë le delaj, te më së ndaj. Ngruja meshme burrit nuk i dahet. Vesh nëse e bjen shpirtin fët, mos vonet. Aq ma shumë kur ka fëmi. Edhe burri meshme që thashtu. Grunë, më sëllësha për 2-3 fjale, për 5-6 fjale, më sëllësha. Dënë me shku, o dha marri koft, 700.000 e gjithë. Ama, aja ka shku, apo, e këmë lanën e jo, o dha marri koft. Pra, unë nuk e lëshaj për senet të cilat ka njerë dëtë me i gëlltit. Dhe në të kodë dërten. Tash. Qëfar zamani për jetojna? Qëfar zamani për jetojna? Zaman ku me i ligë mo, e nështë ta gjeneratat tjera presin hala e jo një lu, nështë ta që presin tjertë mas neve. A më dhe na që ka pretëm, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Me gjësë reshti, kura kanë të shqiptarë të tonë? Me i dalë gruja, kë nuk e din kë e ka. As nuk e din kër i këthejet. S'po dëshim në ngru sen, s'po dhe në që po këtë diçka të keqë aja. Po veç ti veç me dalë, kura kanë.
Andaj, është vështirë këtë kohë, veç kanë dërë me ndëruj madhësët. Sepse mundësitësët për me banë sanet këqia, janë më të lehta se kur dëherë me parë. Se të këqia të kien të natë. Fesat. Kësa i thojnë zemani prishur. Po prish zemani. Në fakt zemani nuk prishet, po prishe njerëzit e popullat zemani lik. Që ka zemani lik? Andaj në zaman të lig, i tut është mirit, që po prishet. I tut është keq, tut është vetës. Zaman i lig. Në terminologjinë tonë fetare, që të kohë fitneve. Kohë fitneve. E këto fitne në ka paralemru pejgamberi alayhi salatu selam qatër, se të ofru kiameti të shtu fitnet. Po këto fitnet e dynjans janë një pjesë. Pjesë tjetër në fitnet e dinit. Pjesë tjetër në fitnet e derdhës e gjakut. Shënë të ndodhë vlavrasin në seri deri shtashë qërë që nalë, s'din kush ka në vret, në Jemen atje s'din kush ka në vret, në Sudan s'din kush ka në vret, me ka në kush e ka mirë, shake s'din kush e burë, s'din, nuk din, në Irak deri vën, s'din kush me ka qa ka bot, kush fije së një bjen, veç kërësoria dherë dhe gjak. Gjak i njerëzve, fitne. Allahu në arrujt, ja Rabbel Alamin. Bënd të ha, këshër e thmin, afret mi thëjo e vlat të mi. O aki, kap dhe lakina kë. Beshallah Allahu, javrum babën, jav drejtan. E se lena Allahu, me shko në rëpt këqia, ja Rabbel Alamin. E, beshat e senet e mbotër. Allah ndërë, të zindërojmë, besoj që pajtojë shkojmë një pauzë shkurtër. Të dashur me shkojmë një pauzë të shkurtër dhe rikthehemi përsëri pas pak me emision Rruga e Ndriçuar. Selam aleikum të dashur miq, mirë se jemi rikthyer sërish me emision Rruga e Ndriçuar. Hoxhi ndruar më njëherë na njoftojnë në regjia se kemi një telefonat në linje. Selam aleikum. Aleikum selam. Aleikum selam. Ulizonin televizionin apo radios të thënë ku po e ndjeqni emisionin, flasim vetëm mes. Dashta në pyetje më apo hoxhës. Ama s'po ja bën me ulizonin televizorit. Qysh? Ja kom dalën. Mirë. Atëherë udhënon e pyetje. Dashta në pyetje më apo hoxhës, po vjen keq diçka. E kom pa ëndër, pra më deshta në 10 shkançe ëndër. E kom pa ëndër fri, kom pa shumë fri duhet. Kjo është pyetja që kemë. Po, që ta ndërsa që ta po mbjen kesh, bëll merr kesh, po sa ta vet shkon kjo. E çka bëhesh me ata frikë? Kur gjë vish livret që ne tutsh na pitynë nuk tutsh na. Pa të vogël ku kanë këndra. Do do mat vaje. Kthyen sa po na thotë hoxha. Selam aleikum. Hoxhin ndrum. Tash më nis çka shoj me ëndra na më të vet ty. Çfarë është, janë nuk e di. Nuk e di. E lexojmë një pyetje derisa të marrim telefonatën e radhës. Thotë jetoj në Gjermani dhe punoj në fabrikë të metalit. Mirë, por namazin e faljen në karrik për shkak se duhet të jem para makine, a është në rregull? Ka qef me fal namazin, i duhet me rujt punën, syt makinë. Allah është për bleft. Allah është për bleft. Allah e rujt. Ja letësoft kryrë namazit, ja Rabbi. Këta në Rabb dëvatshëm të cilët nuk e loj namazin asë njëherë. Këta në Rabb shumë të dëvatshëm. Të cilët në qëfar do gjendje namazin nuk e loj. Në zatën ashtu të me qenë robi. Robi do të me qenë ashtu. Që qa? është një fetfa me disa ulemave për ata të cilët në perëndim në veçanti, për ata të cilët nuk kanë mundësi me falë namazin
si që duhet me falë në kohën e vetë gjatë orarit të punës, se fjala vije kë vëllau. Çfarë të bëjnë ata? E ajo fetfa për tynë edhe kardave ka ceku këte, thotë se i bojnë bashkë të shpija. E që i bje bënë kaza. Për shambull, drekin i qenina e të azamë është në punë, së një falë kur që kanë të shpija, falë dreki që ndi të në këshëm të njënësi. Me plët respekt për ta, për kardavnë të gjitha ta të tjertë, por unë në përkraj që të mendim, se kur që këtë që vepran. Sepse Allahu ka thonë, fettekullaha mastatatum, keni frikë Allahun, bëjeni atë që mundeni. Bëjeni atë që mundeni. Pra, ona më i falem ullur, falna ullur. S'moj ma shumë, a nësë më ngarka Zoti. Së më ngarka në Allah. Kështë që ullun, nëse është i këthin për kibles, edhe falet me isharete, është shumë mirë. Ja kisha shtu unë ja kisha shtu për veti, kë falet në punë me isharete, ke bjen karrik me isharete, besej që këptan edhe kë me isharete, pra me shaja, në punë, për shkak të shejtërisë kohës e namazet, e pastaj kur shkon të shtëpia, nëse s'ka mundësi në punë gjatë orarit, e bën kaza edhe një herë. Ngjajshëm është ai person i cili është ulur në autobus apo edhe në aeroplan. Dhe nuk ka mundësi me u falë ndryshe, përpas ullur, nuk është të këthim për kibles, nuk ka ruku, nuk ka segjde, nuk ka qëndrim kam, përpas me ruku më në bë pak kërrosje, po shumë farëzë nuk i krynë, kë falet kohën e vetë, në autobus, në aeroplan. Ka ulema që thonë se nuk ka nevojë më bë kaza, sahih. Po. Sepse prapë më nalë që ato që thash, tut një zotë sa të mundë, një vepra sa mundësh. Mu më pëshën në zemër më shumë, që kë falet atë, për shkak të shejtërisë kohës, se namaz është kohën e vetë, por pastaj të shtëpia e bënë njerë kaza nëse ka mundësi. Nëse s'ka mjafton me kaq. Allah e din më së miri. Pranim telefonatën e radhës. Selamu alaikum. Aleikum selam. Jeni linje drejt për drejt me emision Rruga Ndriçuar, keni pyetje për Hoxhën? Po, ju përshëndes gjithëve. Jam një qytetar i Fushkësovës, në xhamatlim, desha të pyes Hoxhën një pyetje. Puna e mbulesës të gruaja, në të cilën nuk është mbuluar, a ka drejt burri të bëj shkurorzimin e sojna, apo vetëm të jep këshilla, edhe pse aja është me namaz, me Kur'an, edhe me xheha, po vetëm mbulesë nuk e ka, a ka drejt për me bu lëshimin e sojna, apo vetëm me këshillu se e ki obligim, edhe pse aja din që e ka obligim. Falni, keni fjalë më shkurorzu vetëm për shkak që aja s'ka mbulesë? Po, a ka drejt me bu shkurorzim, apo drejt me prit derisa ajo të bindet vetë. Keni pyetje tjetër për Hoxhën? Jo, ju përshëndes shumë, përshëndes Hoxhën shumë. Edhe na ju përshëndesim juve. Selamu alaikum, faleminderit shumë. Kjo është pyetje shumë drejt për drejt. Kur të thosh a ka të drejt burri me shkurorzu gruan e tij shkak mbulesës, kjo është pyetje shumë ngushtë, por më gjatë se sa kaq, kjo futet brenda në një temë shumë të madhe, e që burri ka të drejt me shkurorzu gruan e vet. A bën mira këtë, interesant, por ka drejt, ka drejt. Ka drejt me thonë fisnike, ty bënje të më duk. Me të rejt nuk moj, nuk po më dukesh. S'mojt maj.
Po dhe? Po dhe s'pëlqen dhe? S'pëlqen. Ose nuk I flan zemër. S'mon e dënë. Ose në tabiate jenë krejt kontra. A jenë djathë, këtë mojtë. A jenë të mojtë, këtë djathë. Nuk e behane e madhe kja. Por, kur të pëtë që ka të drejtë, këtë kemë rana ka të drejtë. Sepse, ligjvënësi, Allahu, shkërërëzimin, ja ka lanë në dorë të mashkullit. Shkërëzimin në dorë të mashkullit. Femra, për më shkërëzu për burrit do të ketë justifikime të forta, shumë të forta. Për më pas të drejtë, fetarisht, se pa me kanonën, se me kanon grefta bë dësht të rek, edhe të qënë lidh një herë, ty sen s'ke bo. E s'ka nevoj me bo për me të që lidh, këtë sotit. Po veç që ka tikë. Pa në po flasim për këta që se tutën zotit, e knaqë ty bëjë zëllum, ty hakmar borët e tjere. Jo, për tas për knaqëm, se për zëllum qarë, ka ven atje. Për zëllum qarë, ka ven, gjenemi pret. Që të punë ka gjenemi. E burrat mirë ushtin aty. Por o flasim me leqë në zotit. O një më thirë për qëta. Për leqë zotit, Allah I madhruar, grus, ja ka shtërëngu, ja ka cungu, nuk I ka lanë hapsirët për gjithë shmiljeri absolute, kur dëna me lëshu burën. Ja. Se po të shta ashtu. Pak gra kishin me të pejlë shu burrat. A e për të këthejet, po nërë të shanë. Po. Se të kryuar, që të ka kryu madhe zëtë. Aje është kryus. Dhe aje është ligjvënës. E ligjën e ka vërë, si mbas, natyre së kryesave. Kjo kryes femën, kjo kryes mashkull. Dhe këti ka thonë burë, sa e ka thonë gru. Dhe gruja vjen të burri, je burri të gruja. Dhe burri është ajë zëqpije, gruja është zojë shpijës, burri zëqpije. Koran, në dinë zotit Koran, nuk ka kaos. Koran dinë zotit. Për me kanë senet marë, ku Koran, ka jetë, ka lëmëtëri, ka harmoni, ku Koran. Për ata ku Koran, shqiptarë të në kam pasëran, 40 rabë, 40 kanë jetu në një shpi. A më zani që kanë I kujna. Harmonie madhe, e lezet, e knatësi, sa të dush, se ka pasëran. Sa të burë grujen, veç burë grujen, veç burë gru. A I kanë nëse kanë një thmija 2, krejt dërtesa e në zërë për zhurë për s'tyne. Këtë dërtesa, këtë nërtesa e nje. Veç 2 vetë janë, se s'ka ran. Nuk ka ran. Nuk shkam kështu jeta. Andaj, burrit, Allah I madhruar, e ka ardhruhe, ka të rikvrejtjen, ki kujdes, e gruja është manet, ki obligim grus, ki obligim këte kalablaka jetë koranore. Por në anën tjetër, burri ka të drejt me lëshu grun, e a bën mirë, as bën mirë, e që është tjetër. A me lëshu ka të drejt. Tamam, pra dhe për pashami ka të drejt me lëshu. E ta shmon vetë mu me thonë, në veshtë në katër sy, qa po thumë me ba, e është me seli tjetër, thonë me selisha. Ma vetë më në katër sy. A të falet, po, është e mirë moral, është e vyshme, ti ka bo thmin, po ti edukon thmin, ta respekton familjen, këtë në vlerat më dha, e ka një behane. Behane kështë e vogël, po qatë behane, t'ja për shiku për jetojna, nashtë, do një madhe zëtë, ati kofshin falë. Edhe qatë behane, e eviton, e hjek,
e përmirëson, e mblohet se për vete ka fundja. Pra kuptoj e dallimin. A kam të drejt dhe me vepru ka dallim. Se di sa kështë i qartë. Allah ndroft. Kemi telefonatën e radhës. Selamu alaikum. Selamu alaikum. Aleikum selam, rahmetullah. Do përshëndes të dyve. Faleminderit, dhe na ju përshëndesim juve. Deshta me pyet hoxhën. Kur po vdek në antari familjes, a është e lejushme me qitë fatën atë në korrik, ku peqesin që ati personit vdekur? Allah është përbleft, tamam. Edhe e dyta, shombrën varrezat për në reqin, unë e kum dëgju hoxhën 100 herë të dhon vrejtjeve që pyta i shak i det ta din 3.000 i paguin për një varrez. I pagun. Dikon vesh në varrezat fshatit tonë 100.000 ndërtone. Qysh mu bind këmi letë që mës në haqju pare pa lidhje. Unë nuk të fejse e gjallarë, se e di që ty të kom dëgju 100.000 të thonë, po qysh mi bind ta 3.000 në që më një varë, kur ka mundësi me bon. Na i ba mirësi për najtë smuta, plët ka të smute pa shpija. Po, vallaj. Të ke fundit pare e vdekt atë. Po. Allah është përbleft. Allah i ndëroft. Natën e mirë, selam aleikum. Allah i ndëroft. Sakt. Puna fotografi që gjithësim para derës, nuk është sa një mirë. Nuk është sa një mirë. Nuk ka ndo një haram të madhë, nuk ka ndo një haram, por nuk është edhe nuk është sënet, nuk është në farë edukate, nuk e bërket kulturës muslimonit. Aqë ma pak nëse është femen. Nuk e bërket kulturës muslimonit. Qështja, po kjo me e letë, nërsa kjo e dyta është shumë me rëndë. Shumë me rëndë. Sa mirë tha kjo, vetëm fshatin, rrët 100.000 euro. E din që 100.000 euro? 100.000 euro bën një otë për katon, për femna, për moshkuj. Më shfryzonja 100 vjetë, 200 vjetë. 100.000 euro ndërton dikon një gjami, ndërton dikon një 2-3 ura, të vogla. 100.000 euro me që me shpënda dikon me thaj njerës kush ka nevoj, spital. Spital, e pëse të shtetit. Shkëm drejtor në spitalit edhe thuj, a bë një pyetje po, raportet, qaj mungon? Kreveta, qërshafa, po, a bë vëlla të përësit e une, kja bi juve, në Kina, në Gjermania, ku do dikon, a bën? Ose krevetat mirë që janë moderna, që për të smut. Shumë ka nevoj spitalit për asë kreveta. Sa bëj 100.000 euro, valla 3.000 euro një krevet. Përësiti. 30 kreveta, 90.000 euro. Për do njëzët për hajrë. Apo? Dhe shumë vene tjera. Ose, shkan vakufat që dikon, ne vakufat që kinga thia gjellarve, ju për na shërbeni neve Allah ishë për bleft. Qëka i mungon juve këto? Na mungon një kërë me bëjë gjenazet. Ne ta blem 100.000 euro, po na e blem në një kërë vakuf për me bëjë gjenazet. Edhe sa të punën kjo, se vapi shkan aty në dekër atje. Po problemi është që njerëzit ma shumë bojnë për hemen, se sa për dinë, o ju njerëz. Këto është dalimi. Këto dalimi. Ati ne flet për dini, flet për dini, për shamë për zëqate, për rëndësinë gjamise, për rëndësinë shkollëse, për rëndësinë, që të qoftë? I flet në me të festi, flet, lodhe është të folë. Hajde të shpitjesim se gjadet, ose kush ka sa për jep, 3 euro, 5 euro, 7 euro, 10 euro. Ko? Haj me detaj. I njëti qaj. I njëti. Me lyp dikosh për kapoq, qëtë popullë, për kapoq dikon atje, ta kërset një mishën e lafë se për. Një mishën ta kërset. Apo do me ndru formën tjetër. Qëre vlaznin e mu traktojnë për qëfar që këngëtarët e tonë që shkojnë për Evropë. Këta, a për shadet e salavat shkojnë atje, për që shkojnë këta? Po dhe këta për që shkojnë atje në Evropë? Ta vesh për shadet e salavat jo. Këta shkojnë vesh për lek.
Më shit. Shkojmë për 50 euro, ka 100 euro atje. Shkojmë për 500 pënime, për 10 fishojmë, shkojmë për 1.000 euro këta. Kërë thash një këngëtarës të famshme, shumë të famshme, shumë të pritë në Stuttgart. Edhe në një kam dek, një par artiste, tash ka dek, e typen këtë gallja tina, se ka kërkon rrugë zotit hisë, se ka parin sen mileti. Thash, a dhe që dalimi jam edhe ju ti qësh është? Ata ishe një 10, a pas me të prit në rralë. E që se po. Thash, dalimi jam, unë përvim, me mojt një fjallim këto, ty vjen me ato tutë. Dalimi jam i të se në vi pasit cent. Edhe kur njët mene se më shkanë mund që me apin një cent këta. Që të rësana me apin sve, po mu mene se më shkanë as zvjen shprejhe e pun. Ndërsa ty pa cent kame në selion. Pa parë, dhe qështu është. Qështu pra? Që da shërja ju të adhetarizme? Qështë do t'i vatanin? E do një për gjepë. Të dënë me trash gjepin, qëtë do t'i vatanin? Nëjse, këta kam për veti. Por, ata që jepin, se këta me zërësia marrin. Del hoxha atje, ose del kretari katonët, ose del dikush edhe ly po e njerës pa na vynë ndihma me shtru një rruga, me nërësh një balanta, diçka 300, 200, 500, men, zeke katona e vledhët mjera ja. Thërrish të muzikantën në darsma dikun, sa qa bëhet? Njani, pse o kamera, o sen, o drejt që aty, 10 mjera vetën jep. Veç janë gjeka një takët, ka i qinë shetë që të bë. Artë të shqiptarë që shtu po. Pra, kur të thërësh në rrugë të Zotit, nuk jepin, kur të thërësh në rrugë drejt që t'jepin. Kjo është mësilja. E që i bije, njerëzit më shumë e dojnë famën, e dojnë dinja, sa që dojnë dinja dhe Allahun. Qa kemi ba? Psa kanë gjallë? Psa mësë ka kënë që babëna? Ta shkur dës, jo, une babën ta mesanek, une dohet me bovorë 3-4 mjera. Qim të talivdojnë halë këtë që une jem burë. O, ty bën kafsh ty burë. Mashkull, pa. E ti me kanë burë, kujto është ka i vynë babës. Babës e një manë në varë. E ju që e rënën në varë. Te ke rënu kërë kanë gjallë, ta është për rënën për së vdekur. Ti se vladë jeti. Pare haram, pare pashtë. Ka hije musliman me këtu. Me dhanë 4-4 mjera në varë. I ka hije. I ka hije musliman me më marë vorrin, me zidua, me murua, maratua, që me thonë, me cemente, me plake, me... Tja... Për di që e ka bëmbre. Pa duhe që në dhej ka me hy. Pe dheu të kryu. Trupi është i kryuar pe dheut, e lyp trupi venin e vetë, e lyp dhejon. Vetë që atë e gjën vetën aj. Kërkon se gjën trupi vetën. Shpirti shkaj. Trupi poshtë. Për ata Allah ka thonë, minha khalaqnakum, prej dheut që kemi kryuar. O fiha nu'idukum, dhe në tek na mjë këthyve. O minha nukhrijukum taratan ukhra, edhe pejsane në zirë më dhe njëherë në ditë kiametit. Dhe, le të bëhat këtë rëpë dhe. Kjo kriju për dhejot, kjo ka më bëdhe. Ande më së më mbrojt për dhejot. Jeme sa neki, jeme të cement, më së më shetë pra Allah. Lema trupin ta me në dheje. Në dheje lema trupin ta. Ka që ke po? Insani jenë anë. Të krijuarë për dhejot, do të më këthin dheje. Mon vyna melet e mira. Pas qalan për mas dikend, e lutet për mu, e bën e sadaka për mu, ne sadaka rridhë, se ne hajrat, Allahu ja kompenzot të shpërbleft. Po më mëranu, mësë mëranu bile. Mësë mëranu. Lemni me amelet mija. Allahu na drejtoft. Allah në drëft. Për nërë dhe telefonatën e fundit për sonde. Alo, selam aleikum. Selam aleikum. Aleikum selam, rahmatullah. Keni pyetje për hoxhën? Po, kam një pyetje për hoxhën. Unë jetoj në diasporë, konkretisht në Gjermani, edhe punoj në për familje gjermane. Po, tash këto festat e fund vitit, këta zakonisht kësaj krishtlindjeve që thonë, këta
ta i kushtojnë shumë rëndësi. Sikur na që... Bajramit kushtojnë. Po. Edhe këta si lloj shpërblimi, ose si lloj falënderimi, dëshirojnë mu, më dhonë, ose pare si lloj dhurate, vetëm shej falënderimi, që jemi në pjesë e familjes tyne që punoj të ta. Edhe pyetja ime është për hoxhën se a ka më në gjunaf se harami pranu ato dhurata nga ta. Tamam. Allah shpërblet. Allah shpërblet. Marrim këshillin e Natën e mirë, amin. Natën e mirë, Allah i trujtë mëtë. Dhuratat, të cilat ipen për festat e të tjerët, cilat dhe qofshin ato, rregull e përgjithshëm është, nëse në vetvetin e tyre nuk janë haram për neve muslimanëve, lejohet me marë. Si fjala vije, nëse ta për aki janë haram vetvetin e vetë, andaj nuk i drejt me marë. Nëse ta për mishderët, aki është haram vetvetin e vetë mishderët, si mishderët për neve për andaj dhe dhurat nuk bën me marë. Tamam? Nëse ta për do një kryq, ose do një idol që kanë atë fesë pagane, budistë, këta dijune, a haram për neve që aje po, andaj ki haram me marë. Dhe kështu me radhë. Pra, nëse diçka është haram për neve, në vetën e vetë, mëse lidh me fesë ta heq, e ki haram me marë. Po nëse është halal, ushqimet janë halal, teshat janë halal, lekë është halal, të sen halal vetën e vetë janë, andaj i merë pa problem. Kështu ka dhanë fetvan edhe më Maliku, Allahu e pas më shirua. Edhe ka dhanë fetvan edhe lemat e tjerë me vanë, edhe kështu edhe duhet jetë me emër të Zotit. Andaj, nëse të tjerët, për shembull kur është festa e Pashkëve, çka bojnë këta të krishterët, tani këtu në Kosovë nuk e di në vende tjera, i marrin votë edhe ngjyra. Apo? Po, dhe se thmit vogël, baba em na bishin, se thmit vogël, edhe na doke shumë interesant, na thina vokat këtu, vot kuqe, ngjyne me ngjyrë të kuqe. Lule me. Çka ka bajnë? Po nuk e dish nga me komentuar se ke baba për punën e festëve tyne. E pastaj te më pruni Zoti, mi kuptu këtu sene, fetarisht të sene, dhe tash mi ndelidh me ato dhuratat që ja epshin babes tem në atë zaman. Pra e ka pas halal me marë, se voja në fakt është halal. Ose për vitri, këtë komunizmit, shkepshin së thmije në kona shkepshin bombana. E me ta për një kisë bombana ka një dhurate mirë me ta dhanë. Një dhurate mirë ka me ta dhanë. Tash vitin e rinë e s'kem punë me ta se së është i jone, fest pagane është. Po nëse kompania, shteti, individi, tep ndo një dhurate shkip, ki drejt me marë. Kaq? Hoxha Allah ndërëft. Edhe ju gjithashtu. Allahu shpërbleft. Amen edhe ju. Pas pyetjet e ndryshme se cilat temë veti, Allahu ndërëft e shpërbleft. Gjithve. Të dashur miq, Allahu ndërëft e shpërbleft për vëmendjen, lutim Allahun të ruajë të shpërbleft dhe hoxhën tonë, të cilën po e lodhim thuaj çdo të njëjtë me pyetje të shumta, por Allahu ndërëft që ne po kënaqemi me përgjithë këshillat që po na jep hoxha. Dhe në misionin e radhës, mirëmbëjtje, selam aleikum.